Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës nga unë Tirona Lili, duke shpresuar që jeni mirë, duke shpresuar që kaloni bukur në këtë ditë të bukur sot. Sot në fakt dita na ka gjetur me një pozitivitet, na ka gjetur me një diell të ngrohtë dhe po na shijon pafund. Ditën e sotme dua të nis me një ngjarje, dua të komentoj në fakt një ngjarje që ndodhi brenda në shtëpinë e Big Brotherit, unaza e famshme. Gjesti me njëherë pas momentit kur Ledioni në këndin e kryebashkiakut, kur orzoi martesën të Gjestit edhe të Eglit me fjalët të cilat i ka përdorur Gjesti në fakt në këtë mes, ku ishte edhe kjo që s'ka puls e gjëra të këtilla, ra në sy një debat që në fakt ditën e djeshme ndodhi mes shiftit. Tani pa marrë parasysh që gocat janë tolerante, pa marrë parasysh që gocat janë të mirë kuptueshme, po në ndonjë rast shprehin edhe doza xhelozie, ku në këtë pikë, Egli filloi të shprehën doza xhelozie kundër drejt Gjestit me pretekstin se ku e ke unazën. Gjesti ishte shtrirë të këmbët e Eglit në dhomën e ndenjës, edhe po bisedonin që të dy, unë e kam thënë dhe në komentimet e tjera që kaq shumë vëmendje, kaq shumë kohë, ndoshta loja e Big Brotherit përfundoi dhe tashmë Gjesti e ka kohën të lirë, e ka vëmendjen e ka kohën të hapur për t'i dhënë vëmendje Eglit dhe për ta kënaqur atë në një farë mënyre. Gjesti i ka dhënë Eglit. Dhe ato të dy po bisedonin ku në një pikë Egli e pyet të Gjestin, thot ku e ke thot unazën. Gjesti thot unazën thot unë nuk e mbaj, mund të mbaj thot një unazë plastike në gishtin tim, po jo një unazë të tillë. Dhe normalisht që Egli në një moment mërzitet pak, le të themi, se thot ok, atëherë thot ta heq edhe unë unazën, por më pas të kupton që ka ca njerëz që nuk e mbajnë dot unazën, u pengon unaza në gisht, u jep siklet, u jep stres, krijon një lloj pabestie tek ato. Dhe kështu ndodhi mes shiftit Egli dhe Gjesti. Nuk është se ishte ndonjë debat shumë i madh, por vazhdoi çik si me hatërmbetje, teksa Gjesti po gatuante edhe në kuzhinë pastaj, po bënte drekën tashmë për të 4 banorët, mbeti i qik edhe si me hatërmbetje kjo pjesa ku Egli vazhdonte tjetë imponuse në një farë mënyre për të kërkuar unazën nga Gjesti, se ku është unaza, ku e ke lënë unazën, çfarë po ndodh me unazën e gjëra të tjera. Por unë mendoj që unaza nuk është një fenomen i domosdoshëm në një marrëdhënie. Unaza është thjesht një moment i cili një çift në fakt po e shijon atë pjesën e bukur ku i vejnë unazën njëri tjetrit, po nuk është gjithçka. Unë mendoj që dashuria nuk bazohet në unazë, dashuria nuk bazohet në sa lekë ble unazën, po dashuria bazohet në zemër. Derisa Gjesti ja fal 24/7 vëmendjen Eglit aktualisht, duke qenë në shtëpinë e Big Brotherit, se normalisht në momentin që ato do të largohen nga shtëpia, Gjesti do të ketë një jetë krejtësisht tjetër, një linje të jetës më të ngarkuar, me angazhime, me koncerte, me mbrëmje, me klipe, me shumë punë, dhe normal tani Gjesti për këtë gjë ka hyrë në Big Brother që të zhvilloj linjën e jetës së tij. Dhe nuk do ketë kaq shumë kohë për të kaluar me Eglin, por gjithsesi unë jam shumë i bindur që rëndësi ka dashuria që Gjesti e zhvilloi për Eglin. Po të futemi në detaje, gjatë gjithë kohës kur çifti ka patur shumë zënka, kur çifti ka patur shumë grindje, që në fakt grindjet e këtij çifti ishin të pranueshme deri një javë më parë, ishin zëra të ngritur, Egli bëi xheloz dhe pafund, nuk e përballonte dot një situatë me Gjestin etj. Gjesti gjithmonë i thonte që të lutem shumë, unë nuk dua që ne të arrim në pikën ku ne arritëm herën e kaluar. Dhe këtu unë arrita që t'i besoj Gjestit më shumë se një dashuri, më shumë se një unazë, më shumë se gjithçka, dhe normalisht Gjesti është tipi që nuk e mban dot unazën dhe i mban këto stilet e plastikave, këto gjërat e bukura, pasi që është shuni me shumë gjeste, është shuni që njihet për gjestet e tija. Dhe për këtë gjë, Egli arriti që ta kupton me njëherë, më pëlqen kjo
komunikimi në fakt që ato kanë ndërtuar në marrëdhënien e tyre, një marrëdhënie e suksesshme varet nga komunikimi që ndërton në të, dhe Gjesti dhe Egli ndërtuan një komunikim shumë të mirë mes njëri tjetrit, ndërtuan një marrëdhënie tepër të bukur mes njëri tjetrit, dhe kështu që ato vazhdojnë të suksesshëm përpara, duke na dhuruar shumë adrenalin edhe dashuri. Egli dhe Gjesti nga pika ku ishin, në pikën në të cilën janë, është me të vërtetë është një sukses goxha i madh, me të vërtetë është një sukses për ta vlerësuar, dhe me të vërtetë është një sukses që mua më pëlqen shumë. Debatet e tyre të vogla, diskutimet e tyre të vogla, përfundojnë menjëherë duke e qetësuar njëri tjetrin dhe duke i dhënë dashuri, ndjenjë dhe lumturi njëri tjetrit. Ditën e djeshme pati edhe një moment shumë qesharak ku Gjesti i thot Eglit në mëngjes, do me thënë kur Gjesti u zgjua nga gjumi, që nuk kishte idenë se sa mund të ishte ora, edhe i thot Eglit që zonja Sebahata asnjëherë nuk do të kishte marrë ty nuse, je një vajzë e cila zgjohesh shumë vonë, je një vajzë e cila dëshiron vetëm të flesh, nuk e ke bërë asnjë punë, nusja duhet të zgjohet herët. Do me thënë, janë këto batutat e një çiftit dhe më pas batutat kanë vazhduar dhe më gjatë në shtëpinë e Big Brotherit, gjatë gjithë ditës, ku Egli i thot ti je burri i shtëpisë, duhet të çohesh të punosh, duhet veprosh, në anën tjetër është edhe Gjesti me Eglin. Këto fjalë, do me thënë, çifti janë argëtuar pa marrë parasysh dhe po e shijojnë çdo moment, çdo çast, çdo sekond në shtëpinë e Big Brotherit, dhe kjo në fakt po e bën që të jetë shumë interesante në këtë pikë të lojës. Tani unë jam shumë i bindur që Unaza nuk do t'jetë identiteti i kësaj marrëdhënie, sepse jo të gjithë çiftet mund t'i mbajnë Unazat, edhe Egli arriti ta kupton që Gjesti nuk është një natyrë që merret me këto gjona, merret me këto budallalliqe dhe jeton këtë budallallikun. Ne do të takohemi sërish së bashku, dua të marr mendimin tuaj për këtë zënkë, le ta themi.